Može? Mirë, mirëmbrëma gjithëve, faleminderit për prezencën gjithë këto mediume. Dua t'i tregoj konkluzat e mbledhjes së kryesisë së Aleancës për Shqiptarët. Uniteti pa parë si asnjëherë mes antarëve të kryesisë dhe kryetarëve të degëve që ishin sonte dhe konkluzat një zëri i sollëm. Një Aleanca për Shqiptarët u mundua në këtë periudhë që të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlenë të jenë sondazhat dhe anketat. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlenë dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlenë dalim humbës. Ultimatume kohore realisht nuk mund të pranojmë, se kishim ultimatum që të vendoset sot. ASHE-ja definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të del me listat veçanta për këshilltar komunal. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partit tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellët. Dhe ASHE-ja prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për Shqiptarët në të gjitha degët. I na Македонски да кажам, невидено единство во Алијанса за албанците, како никогаш порано, заклучоците на централното председателство, кај што беа присутни и председателите на ограноци, е дека Алијанса за албанците во овој период се обиде да импонира алатка за избор на кандидати на Вленë за градоначалници да бидат со анкети сондажи. Меѓутоа тоа беше одбиено. Ние мислиме дека ако седнат 4-5 луѓе, председатели на партии или групи, работни групи, и да избираат која општина ќе ја земе, не е начин на изнаоѓање на најдобро решение за градоначалник, бидејќи на крај сите губиме како Вленë. Затоа и ние одлучивме дека и ултиматумот што ни се дава временски до денеска да одлучиме по секоја цена не е прифатливо за нас. Алијанса за албанците дефинитивно во сите општини ќе излезе со сопствена листа за советници, каде што се натреваруваат албанците, мислам за западниот дел од државата, и Алијанса за албанците од почетокот на мај почнува на терен да ги формира своите штабови и да комуницира со политичкиот актив. Не излегуваме од коалицијата Вледи, ние излегуваме со наши листи, така да ова е наш заклучок. За другото, ние мораме да излеземе со наши советнички листи, така одлучивме, а за соработка и така ние сме во Вленë, нема што излеземе во Вленë. Кандидатот për kryetar komuna? Për kandidat për kryetar komuna jemi të hapur për biseduar dhe e shohim si ebe. A vlen kjo edhe për Bodenzët e Kanavarit? Shifni, ne bisedum që tash për tatë për listat për këshilltar, më tutje e shohim si do rrjedhin punët në bazë të asaj edhe do sjellim vendime. Tash për tash Alianca për Shqiptarët del vetë me lista për këshilltar në zgjedhjet lokale. Për kandidaturat ju njoftojmë përsëri. Немаме одлука за тоа. Ние побаравме во Вленë заедно, ние побаравме алатка да биде сондажа или анкета, да ги избереме најдобрите. Тоа беше одбиено, што не е прифатливо за нас 4 луѓе да седнат и да одлучат ти ја земаш ова општина, јас таа општина. Локални избори се малце поинакви. Се бара тој што има поддршка без разлика од која партија. Некаде можеби треба кандидат да биде непартиски. Така за нас дефинитивно е дека одиме со листи, а за кандидатите ќе видиме. Од том пот. Urdhoni përsëri. Do të them po, thoni çto. Por nuk mund të pranojmë që kandidatët të caktohen nga 4 liderët, foli për kryetarët e komunave nuk mund të caktohen nga 4 liderët, ose për kryetarët e listave. Thoni që kandidatët për kryetarët listat e Aleancës për Shqiptarët. Kurse kandidatët për kryetar komunash
ne jemi mundu që ta imponojmë sondazhin dhe anketë. Ti përzgjedhim më të mirit mundshëm me qëllim që të fiton Vleni. Në qoftë se shkojmë 4 liderët, 4 kryetarët ose grupet punës, vendosin kush çfarë merr në cilën komunë, unë mendoj se kjo është humbje për komplet Vlenin dhe për neve është e papranueshme. Po kjo është e papranueshme edhe për Vlenin. Që të keni bashkëpunime në disa komuna me shembull dhe me BDI-n në disa me këta. Të djoni, tash për tash, as që e kemi diskutu, ne shkojmë me lista të veçanta, për më tutje, për kandidaturat i bisedës. Дали проектът на Алианса за албанците вечерашниот може да ги измести натрешните односи помеѓу коалицијата Влен, со оглед на фактот дека веќе имате свој став во тоа како ќе настапите нейните локални избори. Vidite, nije kažavme, a ovo je naš stav od juli minatata godina, дека insistirafme i cel period, celo vreme, da je godine so posebna lista, така да денеска донесовме заклучок дефинитивно дека Алијанса за албанците одлично. Може ли сега да се условно речено на што и господинот Касами го кажа дека тој кој што ќе се одвои од групата ќе го изеде волкот? Од која група? Изгледаме господинот Касами. Ние сме се уште дел од Влен, ние излегуваме со наша листа за советници. Ако одлучат тие поинаку, ние нормално на тоа ќе донесеме наша одлука понатам. Дали е можно излегување од владата, со оглед на тоа дека градите став самостојно да одите на локалните? Не планираме, бидејќи во владата има повеќе партии, една од нив е и Алијанса за албанците, така да не гледам дека ова е причина за излегување од владата. Споменувавте дека можно е да се присоедините повторно со Зијадин Села на овие локални избори. Можно ли е таква? Оваа куќа е отворена и голема. Сите се добродојдени. Знаете, Бисен Шабани дојде пред 10 дена. Многу активисти се дојдени што биле Алијанса, полно кои што абстенирале 3-4 години се враќаат. Куќата е голема и добродојдени се сите. Голема куќа е ова. Pa hajgare, do të thotë, tash kur nëse eventualisht nuk mund të arrihet bashkëpunimi edhe për kandidatët për kryetar komunës. A mbetet opsioni i zotit Taravarit të koalicionojë me BDI në zgjedhjet lokale, qoftë për listat, qoftë për kandidatë. Do me thënë, unë du të tregoj edhe të siguroj çdo antar të Aleancës për Shqiptarë, sepse shpekulohet me të madhe bëhet kjo si lajme të reme. Aleanca për Shqiptarë do të ketë listat veçanta 100%. Do me thënë, antari i Aleancës për Shqiptarë do të mund të arretohej listën për këshilltar. Për kryetar komunash, tash jemi të hapur për bashkëpunim, ne jemi pjesë e Vlenit, do të shohim a mundemi të gjejmë zgjidhje aty. Nëse jo, në bazë të lëvizjeve që ndodhin edhe ngjarjeve, dinamikave, zhvillimeve, ashtu edhe do t'i sjellim vendime. Do të thonë veç pak nuk përjashtohet bashkëpunimi me BDI-n. Shihni, tash për tash ne jemi pjesë e Vlenit edhe asgjë e diskutojmë, po e shohim si zhvillohen ngjarjet në bazë të asaj dhe i sjellim vendime. Tash për tash tham për listën për këshilltar, ne shkojmë veç. A mund nga sondet nise përçarja e Vlenit, për shkak se ata duan bashkimin Prej nesh, listave të përbashkëtave, ndërkohë që edhe liderët tjerë mund kërkojnë dëgjoni, largimin nga qeveria. Ne Si pjesë e Vlenit. ne e lam që grupet ndryshme të mirën vesh, që të shkojmë me listat përbashkëta dhe atë pranova, por kur nuk pranohet edhe sondazhi për ta zgjedhur më të mirin, si kandidati Vlenit flas, atëherë për neve është e papranueshme që shkojmë që t'i ndajmë si na kujtohet. Thjesht neve na duhen kandidat më të mirë të mundshëm që mund t'i fitojnë komunat. Sa të pranueshme kjo ide, domethënë problemi. Të marr parasysh që një ndër akuzat e liderëve të Vlenit. Ato nuk e kam. Shkoni me lista veçanta, i bie që Do me thënë, ne imponimi jon gjithnjë ka qenë, këtë e kemi thënë prej qershor korikut vitit kalum, se duam dalim me listat veçanta për këshilltar. Sot e vendosim definitivisht, nëse dikush mendon ndryshe, këtu jemi. A e keni diskutuar edhe çështën nëse mundohen të nxjerrin nga qeveria, nuk e di ato mund. Shifni, aty vendos kryeministri, se s'besoj se ai që e formon qeverinë është kryeministri. Nëse vendos, s'kemi asnjë problemi, po në parim me kryeministrin tash për tash kemi raportet të shkëlqyeshme. Изминатиот период имавте доста конструктивни аргументации во однос на излагањата во делот на оние аргументации кои што доаѓаат од господинот Изет Меджити и Билал Касами. Што всушност доведе до една таква комуникација, еден таков раздор помеѓу вас тројца?
Vidite, ako ne sledite redovno, ние се обидуваме целата партија, сите членови, повеќето да речам сега, не сме кажали ништо лошо за нив. И тоа е така размислуваме политички, дека секојаш треба да се оставаат врати за комуникација со сите. Меѓутоа, од другата страна, за жал не беше баш така. Бевме нападнати и тоа грубо, знаете, со 0-1, волкот, јагнето и така натаму. Така да ние ќе продолжиме да бидеме конструктивни, да ги слушаме, да оставиме секогаш простор за соработка, и ако може и продолжеток на соработка, меѓутоа овие се наши ставови од кои што веќе имаме дефинитивна одлука и нема враќање назад. Зојтарварија до Токио се здомонтот зџивен кандидатот од криетар комунаме, че nuk jeni të mendimit që vetëm 5 lider të zgjedhin në para e kandidatit. Ne do të insistojmë që sondazhet të jenë pa anketat mënyre e zgjedhjes së kryetarëve të komunave, i shohim hapat e ardhshëm, si do të zhvillohen ngjarjet politike, në bazë të asaj edhe i sjellim vendimet e ardhshme. Ato kjo është e prerë, që ata duan të zgjedhin kandidatët, nëse me që nuk pajtoheni me këtë, a ka diçka definitive? Jo, s'ka diçka definitive. Për listat për këshilltarë është definitive. Alianca për shqiptarët, çdo komunë do të ketë listën e vet për këshilltarë. Faleminderit. Vi благодарам на сите.